Të minutës së fundit, ndalemi në atë çka po ndodh në parlament, duket që ka një bllokim të seancës parlamentare, ndërsa ka kërkuar Tabullan Balla të marrë fjalën, kreu i grupit parlamentar socialist, është refuzuar një gjë e tillë nga pala kundërshtare, nga Gazmend Bardhi. Shohim në këtë moment se çfarë ka ndodhur pikërisht në seancën e ditës sotme. Realisht nuk kishim një numër telefonit tuajnë që t'ju merrin telefonet dhe thonim orë si mendoni ju për këtë, po 0900 se për ty kam këtë numrin, për ty Albana, pa dyshim. Dhe pa pyetur dhe për strukturat vendore, pa pyetur dhe për këtë. Pa dyshim. Edhe se kishin këtë mundësi. Nuk e kishin këtë mundësi. Pa përmendur. Kështu që sa i përket marrëveshjes, ne do ta votojmë. Ne do ta votojmë marrëveshjen. Ne do ta votojmë marrëveshjen. Zoti Bardhi uluni. Zoti Bardhi. Çfarë zëron çita? Çfarë? Zoti kryetar. Zoti Bardhi uluni. Zoti kryetar. 5 minuta pushim sa Uluni, lejoni të përfundoj fjalën dhe pastaj merrni fjalën për replikë. Uluni. Ta mbaroj fjalën dhe pastaj. Si nxirë jashtë, do më të nxirë jashtë. Uluni, të mbaroj fjalën dhe ngrini pretendimet tuaja pastaj. Është kjo situata e krijuar në parlament për shkak të një deklarate që me sa duket ka nxitur